Qa kem nevoj për momentin është recepcionist, njerëz që i me presin mysafirët, kem nevoj për kamarjera edhe ata barista, njerëz që përgatitin kafe, koktejle ndryshme. Ajo që dallojmë ne pe kompanive tjera, kërkojmë që stafi të flet gjuhën angleze për këto pozita. Me që keni edhe mysafir të huajshëm. Klientët tanë 90% janë ndërkombëtar që vinë nga Shtetet e Bashkimit Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të ndryshme, dhe komunikimi duhet me qenë gjithsesi në gjuhën angleze, spaku për këto pozita të kyçe që i quajmë na që janë high guest contact apo në kontakt të plot me mysafirët. Pra këto janë 3 pozitat që njerëzit mund të aplikojnë, mund të vinë direkt në hotelin tonë, ta bëjnë një vizitë, ta shohin apo i pëlqen, edhe pastaj të vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të rekrutimit. Çka bën një kandidat duhen për më punësu në këto brendet e juja? Cilat janë kriteret që ai duhet mi pas dhe çka e bën një punonjës të hotellerisë të mirë sot? Ajo vullneti është mbi të gjitha. Nëse njeri ka vullnet dhe ka ambicie, ka plane me jetën e vet, zakonisht unë i pyes gjatë intervistës ku është e vetën mas 5 vite. Në fakt përgjigjet janë shumë interesante dhe njerëz thonë që nuk e di që do ndodh 5 vite. Por ajo që i inkurajoj të rit është që do të kenë plane me veten, duhet t'ia qesin synimet se ku do të arrijnë.